muaj gusht dhe shtator, sollën zbulime të reja arkeologjike, por edhe projekte restaurimi në parkun arkeologjik të Amantias. Gjatë gërmimeve për herë të parë u zbulua edhe muri rrethues i qytetit të poshtëm të Amantias, një element i panjohur më parë. Arkeologu Krelidian Çipa tregon edhe ndërhyrjen e kryer ku veç këtij zbulimi që i takon shekullit të tretë para Krishtit, por zbulon edhe një detaj tjetër të rëndësishëm që ka të bëjë me shkatërimet e kryera në shekullin e 6. Një zbulim që tregon qartë organizimin urbanistik të qytetit i lirë, ndërkohë që veç këtij zbulimi pati edhe ndërhyrje për restaurim. Ka qenë një fushat pothuajse gjatë gërmimesh arkeologjike, por njëkohësisht edhe restaurimesh të kryera në Parkun arkeologjik të Amantias, së bashku me Drejtorinë e Shërbimit arkeologjik, Bashkëpunimi i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimit Kulturor Vlorë së bashku me Drejtorinë e Shërbimit arkeologjik. Synimi ka qenë e para evidentimi strukturave që ishin në pjesën verilindore të asaj që ne quajmë zona publike apo agoraja e qytetit antik të Amantias. Gjithashtu edhe ndërhyrje restauruese me qëllim krahas restaurimit dhe konservimit të varreve monumentale të dala vitin e shkuar nga gërmimet arkeologjike që ne kemi kryer, edhe prezantimin e tyre për vizitorët shumë që vinë në Parkun arkeologjik të Amantias. Kështu që krahas qëllimit kërkimor shkencor, le të themi, që ka pasur ndërhyrjet e fundit, kanë pasur edhe për qëllim që të krijojnë, le të themi, një zonë atraktive vizitash për vizitorët e shumë të Parkut arkeologjik. Çfarë zbuluar? Cili është zbulimi i fundit? Për çfarë flasim? Atëherë, zbulimi që ne kemi kryer është me rëndësi, sepse për herë të parë mësojmë se Amantia ose qyteti antik i Amantias ka pasur fortifikim edhe në pjesën jashtë Akropolit, pra në zonën publike jashtë Akropolit, çka është një, le të themi, një element i ri i urbanistikës së Amantias, gjithashtu na jep mundësinë për të kuptuar edhe shtrihen e agoras antike në pjesën verilindore, le të themi, të saj. Kështu që na krijon një ide pak a shumë fillestare të organizimit të zonës publike apo zonës monumentale të Amantias në taracën lindore të saj. Atëherë, nga të dhënat që ne përftuam nga gërmimi arkeologjik, materiali arkeologjik na lejon që ta datojmë fortifikimin apo murin fortifikues të zbuluar rreth shekullit të tretë para erës son, periudhë kur edhe është zhvilluar qyteti në këtë pjesë, gjithashtu nga shtresat e shkatrimit të shekullit të 6 pas erës son, rezulton se, le të themi, ka pasur një ndërhyrje të dhunshme në qytetin e Amantias në atë periudhë, si pasojë edhe shkatrimin e fortifikimit, por ndoshta edhe monumenteve të tjera në brendësi të tij. Gjithashtu ne kemi zbuluar struktura të tjera në brendësi të fortifikimit, të cilat në fushatat e ardhshme të gërmimeve arkeologjike do të mësojmë, le të themi, më shumë rreth funksionit të tyre. Çipa tregon edhe rëndësinë e këtij zbulimi me mjaft vlera në Parkun arkeologjik të Amantias, aty ku gërmimet do të vijojnë dhe ku mendohet se ka mjaft objekte të tjera që i takojnë periudhave të ndryshme kohore. Këto janë zbulime shumë të rëndësishme, se thash janë element të rinj të panjohur më parë. Ne njihnim fortifikimin e pjesës së Akropolit, por jo që Amantia ka pasur një fortifikim edhe në pjesën e agoras. Sigurisht ka elemente të tjerë, ne dyshojmë aty për praninë e një gjimnazi antik në zonën e pranë stadiumit, gjithashtu praninë e një portiku apo të një stoa antike, element shumë i rëndësishëm, po themi, i agorave të asaj periudhe, por sigurisht ne dyshojmë në pjesë të tjera të qytetit antik të Amantias, nga rënojat e identifikuara nga vëzhgimet arkeologjike, që mund të ketë edhe praninë e një teatri antik, cilat sigurisht ngelen për tu verifikuar nga gërmimet dhe kërkimet në të ardhmen. Parku arkeologjik i Amantias ka qenë prej kohësh në fokus të ndërhyrjeve dhe restaurimeve, duke u bërë njëkohësisht edhe një nga atraksionet më të kërkuara kulturore të vizituara.